Të gjithë më pyesin se si e zbulova emrin e Afroditës Vetull dhe ka qenë një ngjarje shumë interesante. Isha në korridorin e universitetit dhe bëra një kafe tek automati. Dhe aty afrohet për të bërë një kafe një njeri çuditshëm, që nuk dukej sikur ishte nga toka, por nga Venusi. E shikoj dhe mua më ngrin dora edhe kafja. Mbeta kështu disa sekonda. Edhe nuk thash asgjë, u largova. Dhe ashtu gjysmë i ngrirë, u futa në mësim. Mbas një jave më merr drejtoresha, më thot: "Ka ardhur një shkresë për ju." Thon shumë që ka ndodhur në gjë të mërshme. Jo, tha, është një nxënëse që do të vi me do e mos në klasën tënde. I thash unë, nuk e njoh, nuk e di kush është. Ajo këmbgul do të jetë patjetër tek mësimi tek ty. Po mirë, thash, le vi. Në rregull. Dhe futet ajo në klasë. Ishte pikërisht vajza e automatit të kafes. Unë s'tash asgjë. Vërmën e saj në regjistër. Dhe kur lexoj aty emrin, nuk doja të besoj syve dhe pyes: "Cili është emri juaj?" Dhe më thot ajo: "Idalia." I thash unë: "A e dini ju që ky është një emër i veçantë?" "Po," thash, "emri i veçantë, ma kanë vendosur prindrit e mi kur shkuan me pushime në Greqi." Nuk i thash asgjë, me siguri e dinte. Pra Idalia është emri perëndisë Afroditës në Kipro dhe është regjistruar nga perandoria akadiane në vitet 2000 para erës sonë. Ka qenë momenti kur u zhduk perandoria akadiane, ka mbetur vetëm shkrimi i gjetur sot në Irak. Dhe shkruar me fjalë shkronja sumere dhe thuhet që është fjalë ilire. Do më thënë europiane për ta. Dhe do të kemi parasysh që në gjuhën mesape Afrodita është Aprodite me p. Në gjuhën mesape dhe në gjuhën e venetëve ilir nuk ka dallim midis bashkëtingëllorëve të zëshme dhe të pazëshme. Dhe është gjetur varianti maqedon Aprodite me b, Aprodite. Në gjuhën helene p-ja mesape aspirohet dhe bëhet Aprodite. Dhe në gjuhën greke të sotme kjo është Afroditi. Pjesa e dytë e emrit është në gjuhën mesape Dita, e gjetur në gjuhën shqipe, e gjetur në gjuhën kelte dytë dhe e gjetur në gjuhën hitite Tiavat, është zoti i ditës. Është emri i Zeusit. Tani kjo është shumë e rëndësishme se emrat që mbarojnë me t në gjuhën hitite janë në lokativ. Kjo rast është zhdukur në të gjitha gjuhët indoeuropiane, ekziston vetëm në gjuhën kelte dhe në gjuhën shqipe. Fjala ditë. Pra, fjalë për fjalë, Aproditi do thot vetulla e ditës ose syri i ditës, ose ylli i mëngjesit, Venusi. Fjala ditë nuk ekziston në gjuhën greke. Grekët tani mendojnë që kjo lidhet me fjalën afros, që do thot shkum, por edhe fara e kosit të Uranusit, herdhet e të cilit u pren nga Kronosi. Pra, është marrë një fjalë ilire dhe është ndryshuar kuptimi dhe forma e shqiptimit që t'i përshtatet gjuhës greke. Por në ilirisht kjo është Abroditi, në gjuhën mesape është Aprodita. Fjalë për fjalë, vetulla. Kjo fjalë abro, vetull, është gjetur në gjuhën maqedone të lashtë. Tani, po të mos ishte Idalia, që është regjistruar si fjala vetull, vedul, në gjuhën pruse të vjetër, dhe vetull në shqip, ky zbulim nuk do ishte bërë kurrë. Por ky zbulim nuk do ishte bërë kurrë nëse unë nuk do të kisha parë Afroditën e vërtet në tokë, e cila është akoma nxënësja ime. Ja tani do shkon mësim, t'jap mësim
Idalias ose Afroditës ose Vetullës. Dhe bëra këtë film shpejt e shpejt për ju. Pra përfundimisht, Afrodite do thot Abro, Vetulla, dite, i thon ditës, në gjuhën kelte, në gjuhën e lashtë maqedone, në shqip dhe në gjuhën hitite. Përfundimisht, edhe emri Afrodite do thot Vetulla e ditës ose syri i ditës, edhe Idalia ose Vidalia ose Vedula në gjuhën pruse të vjetër do thot Vetulla e ditës. Nuk ka lidhje fare as me shkumën, as me herdet e Uranusit, por me emrin në gjuhën sumere, në gjuhën semite, Ishtari, Afrodita quhet fytyra e Zotit. Pamja e Zotit. Është origjina e fjalës video. Pamje në gjuhën latine. Është emri i Afroditës. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.